po kaq është dosja e Akshit. 2 javë më parë, Ergyll Sagasin e kanë rrafur shumë keq. E kanë shtruar në dru. Po, si pas qytetarit digital është dërguar në një spital privat. Por duhet dini që Ergyll Sagasi mbrohet nga shteti. Nuk ekziston mandat ndërkombëtar arresti për Ergyll Sagasin. Nuk ekziston. Kurse mandati në Shqipëri është i pavlerë sepse atë policia nuk e arreston. A i ka hequr ministra. Por këto janë zhvillimet për këte prestonome të Edi Rams, sepse në fakt Ergylli është vetë Rama. Të kuptohemi. Faleminderit. Në parlament, Taulant Balla deklaroi se lidhur me qëndrimin për raportin e IBAR, jo të gjitha vendet anëtare të Bashkimit Evropian kanë qenë ndonjëherë dakord për hapjen e negociatave për integrimin, duke gjetur këtë si arsye dhe jo çështjen Balluku dhe se çfarë ka ndodhur në parlament për një ngecje të mundshëm të procesit të negociatave. Cila është e vërteta e një bllokimi të mundshëm procesit të integrimit? E vërteta është ajo që Bashkimi Evropian e bëri publike në përmjet një radioje publike si që është Radio Europa e Lirë. Në atë radio u njoftuar nga zëdhënës të Bashkimit Evropian, spari se Mali Zi, për Malin e Zi, IBAR-i është votuar me unanimitet. Dhe jo si të mashtron zëdhënës i jashtë e Mirams, këtu, që jemi ne para, së është të vërtet. IBAR-i për Malin e Zi është votuar me unanimitet. Së dyti, për Shqipërinë absolutisht nuk është votuar. Nuk është votuar dhe si pas ati njoftimi, janë jo një, po disa vende të cilat nuk kanë pranuar të votojnë IBAR-in, i cili miratohet me unanimitet. Pra, qovë dhe një vendi vetëm mund të blokojë, por në rast në Shqipërisë janë disa vende.